Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Kanceri i zorrës së trashë, i quajtur ndryshe kanceri kolorektal, është ndër kanceret më të shpeshta në vendet me të ardhurat të larta. Incidenca dhe prevalenca e këtij kanceri në botë ka ardhur në rritje gjatë dekadave të fundit. Në vitin 2019, viti i fundit para pandemisë, në botë vlerësohet se janë diagnostifikuar rreth 1.9 milion raste të reja me kancer kolorektal dhe janë regjistruar më shumë se 900.000 vdekje. Në kancerin e zorrës së trashë përfshihen disa nozologji të dallueshme nga pikpamja klinike. Dy më të rëndësishmet janë kanceri i kolonit dhe kanceri i rektumit. Shkaku i saktë i kancerit të zorrës së trashë nuk është i njohur ende. Megjithatë, besohet se zhvillohet kur qelizat e shëndetshme bëhen abnormale dhe fillojnë të rriten në numër dhe të grumbullohen në murin e zorrës së trashë, duke formuar polipe. Nëse nuk trajtohen, polipet mund të bëhen kanceroze. Disa faktorë që mund të rrisin rrezikun e zhvillimit të kancerit në zorrën e trashë përfshin moshën mbi 50 vjet, disa lloje të smundjeve të zorrëve, mënyra e jetesës së dobët, diabeti tip 2 dhe konsumimi në mënyrë të rregullt të ushqimeve të përpunuara. Është shumë e rëndësishme që popullata të di simptomat e hershme të tij. Kjo mund të ndihmojë në kërkimin e trajtimit të hershëm dhe të japë një shans më të mirë për shërim. Pra, kanceri i zorrës së trashë do të jetë tema e këtij emisioni, për shkak do të bisedojmë me doktor Remzi Gashin, kirurg. Doktor Remzi Gashi, mirë se erdhën në emisionin Stetoskop. Faleminderit, mirë se vini. Pra, për fillim do të ishte mirë që të njohim dëgjuesit me disa nga karakteristikat e kancerit të zorrës së trashë. Po, kanceri i zorrës së trashë është një sëmundje maligne e zorrës së trashë. Them domethënë, është një sëmundje e cila përfshin tërë zorrën e trashë. Zorra e trashë ndahet në dy pjesë, në pjesën më të gjatë, zorrën e trashë quhet koloni, dhe në pjesën përfundimtare, që janë faktikisht 16 cm në fundit, që quhet rektumi. Do të thotë është koloni dhe rektumi, dhe për këtë arsye quhet si karcinoma kolorektale. Varësisht e lokalizimit, dallon edhe diagnostifikimi në nuanca të vogla, por dallon edhe trajtimi. Që besoj në pyetjet e ma vëndshme të dasojmë edhe këtë. Qysh manifestohet në fazat fillestare kemi fjalën kanceri i zorrës së trashë? Problemi i kancerit të zorrës së trashë është që është një sëmundje e fshehtë. Edhe manifestimi klinik, simptomat, shenjat vijnë të zakonisht në faza më të avancuar të tumorit. Mirë po, edhe manifestimi dallon se në cilën pjesë është lokalizuar tumori. Tek tumorit që janë lokalizuar në pjesën e poshtme të rektumit, shenjat mundën marrë më herë, sesa tumorit që janë të lokalizuar më lart në pjesën e kolonit. Për këtë arsye do të thotë është një sëmundje e fshehtë, manifestimi klinik është më i vonshëm, edhe më vonë do ta shohim që këtu ka rëndësi shumë të madhe, domethënë ekzaminimi i hershëm, skriningu i hershëm në identifikimin me kohë të këtij tumori, përderisa nuk ka shenja ose simptoma. Doktora, ka ndonjë shenjë që pak a shumë ta bëjë një qytetar që dyshojë se mund diçka nuk është në rregull me të? Patjetër. Që kërkoj ndihmën e mjekut me po thoni se ka rëndësi të diagnostikohet me kohë. Patjetër do të ka shenja fillestare, shenja të përgjithshme, të cilat mund të na japin një sinjal që mund të kemi tumor në zonën e trashë. Cilat janë? Shenja më indirekte do të thotë janë shenjat e lodhjes, është shenjat domethënë e humbjes peshës së pashpjeguar, është djersitja gjatë natës, si dhe ndonjë anemi e paskjaruar, pa humbje të gjakderis. Këto janë shenjat përgjithshme, shenjat e cilat mundet me i pas një pacient në stadin shumë fillestar. Përndryshe, shenjat më specifike janë shenjat që kanë bënë me defekimin me nevojën e madhe. Do të thotë çdo ndryshim i nevojës së madhe, në kuptimin ndryshim ku nganjëherë pacienti ka jashtëshitje më të trashë, nganjëherë më të hollë, ne i themi ndryshim i jashtëshitjes, ose ka gjak në jashtëshitje, do të thotë janë shenja që ndryshimi i ngjyrës së jashtëshitjes. Patjetër, do të thotë varësisht ku është lokalizuar tumori, kjo gjakdelja në jashtëshitje mundet më pa me sy,
në tumore që janë të lokalizuar në pjesën e poshtme, ku pacienti e bëshun dhe se kam pa dhe gjak, kur kam dalë jashtë, por ka edhe tumore ma lartë lokalizuara të cilat, kur gjak dedhin, pacienti nuk e vrin atë me sy si gjak, mirë po e vrin që gjyra e ashqitjes është bërë më e mbyllur, më e gjakosur, se themi. Për këtë arsye, çdo ndryshim, në gjuhën gjermane thomë i shprehisë së defekimit, së nevojës së madhe, është mirë më menu në atë aspekte dhe është mirë më përjashtu një kancer. Dhe ku duhet drejtuar, te cili mjek specialist duhet drejtuar për simptomet të tilla? Po, unë mendoj që secili mjek, qoftë e praktës përgjithshme, duhet të njohë këto shajat fillestare, edhe duhet të jetë në gjendje që pacientin ta orientoj tek specialisti gjegjes. Ta zonë në Gjermani, kontakti i parë është me mjek përgjithshëm, e ata pastaj i orientojnë qoftë te gastroenterologu, qoftë te kirurgu. Do të thotë, ose te mjeku i praktës përgjithshme, ose te kirurgu apo gastroenterologu, ku shpjegimi ma të tjeshëm do të bëhet me metoda diagnostike që besoj do të shqiptojnë në vazhdim. A është mirë që qytetarit bëjnë kontrollat rutinore të mjeku edhe pa pasur simptome të tilla? Patjetër, do të thotë në shtetet e zhvilluara ku ka sistem me fillt shëndetësor, ka programe të screeningut. Do të thotë, ku tentohet që pacientat në fazën asymptomatike, ku ende nuk kanë shajë, të identifikohen problemi, po. Do të thotë në Gjermani, ta zonë, po dhe në vend tjetër zhvilluara ka programe të tilla ku pacientat pa pas fare simptoma, prej moshës 45 vjeçare rekomandohet të nënshtrohen një ekzaminimi endoskopik përmes kolonoskopisë, ku i gjizohet i tërë zora e trashme kamel, edhe përjashtohet ose vërtetohet, për në shumicën e raste përjashtohet një tumor, edhe pa pas ankesa. Për pacientat që kanë ankesa, ose më mirë themi për pacientat që kanë në familje dikën që ka pas kancer, pasi që kjo është edhe trashëguese, rekomandohen patjetër ndoshta edhe në moshë më të re që të nënshtrohen një screening koloskopi. Një screeningu do të thonë të zorës së trashëm. Me këtë program në Gjermani dhe në vendet të zhvilluara është arritur që të ulet shpeshtësia e karcinomës kolorektale për shkakun që është gjetur, do të thotë, një polyp i cili është paraprerës për karcinom dhe është trajtuar me endoskopi. Do të thotë, me këtë screening në shtetet e zhvilluara ka ra shpeshtësia e karcinomës kolorektale duke e parandaluar. Ju përmendit screeningun. Në çfarë periudha duhet bëhet? A bëhet çdo vit apo bëhet me radhë? Jo. Do të thotë, në qoftë se një pacient i moshës 45 vjeçare pas simptome ka bën një kolonoskopi dhe në kolonoskopi nuk është gjetur fare as ndonjë polyp, por ka qenë domethënë gjetje normale, rekomandohet në 10 vitet e ardhshme me uri përsëri. Por në qoftë se tek ai pacient janë gjetur polype që janë fazat paraprirëse të tumorit dhe ato polype duhet të largohen me endoskopi, me kolonoskopi, atëherë varësisht se në cilën fazë është polypi, sepse dhe polypi mund të jenë i vogël, pa ndryshim qeliza deri në prekancer, para kancerit. Do të varësisht prej rezultatet, ai tani mbetet në kontroll përcaktuar në 2 vite, në 3 vite apo në 5 vite. Doktor, ju e përmendet moshën 45 vjeçare. A do të thotë se kanceri zorës së trashës zakonisht paraqitet pas kësaj moshe apo mundet edhe më herët? Kanceri zorës së trashës përfshihet dita ditës që po i përfshin edhe moshat e reja. Prej implementimit të screeningut është drejt që kemi ramje tek moshat e vjetra, mirë po kemi rritje tek moshat e reja. Do më thonë, moshat e reja, kur them në moshën 25 vjeçare. Ka përjashtime, ka dhe me moshë 30 vjeçare, ka dhe me moshë 35 vjeçare. Sigurisht në çdo smundje. Mirë po, incidenca, shpestia e kancerit rritet pas moshës 50 vjeçare më tepër. Do të thonë, pas moshës 50 vjeçare ka shpesti më të madhe paraqitjes së kancerit sesa tek moshat e reja. Kjo nuk guxon me na lënë komod, edhe me thonë janë në moshën 45 vjeçare. Edhe nuk jam i rrezikuar. Mirë po, në moshën 45 vjeçare nuk përfshihen në screening. Kuptimin nuk është e nevojshme ta bëj secili screeningun ose kolonoskopin për pas pacientave që kanë anamnezë pozitive familjare, që do të thotë babën, agjën, dajën e kanë dikush në familje. Dikush në familje ka pas karcinom të zorës së trashës, ata është më mirë edhe më herët. Doktor Ramzia, janë definuar qartë, dihen shkaktar e kancerit të zorës së trashës?
shkaktarët e kancerit të zorës së trashë janë të definuar deri në një mos shumë të mirë, krahasi me disa tumorë të tjera shumë të mirë, do të thotë shkaqet kryesore fajsojnë shkaktarët gjenetik në kuadër të sindromave të ndryshme, siç janë do të thotë sindroma Lunch dhe sindroma e polyposis adenomatosis familjare. Këto janë domethënë dy sëmundje që janë të trashëguara dhe që krijojnë polype dhe këto polypet pastaj kalojnë në kancer. Një, e dyta është stili i jetës, do të thotë pacientat që zakonisht përdorin pak fibra në ushqim, përdorin domethënë në baza ditore mishna të kuqe, ose pacientat që nuk bëjnë aktivitet fizik, që pinë duhan, që pinë alkohol, obeziteti, gjithë mirën si faktor rreziku që mund të asociojnë me paraqitjen e kancerit të zorës së trashë dhe sëmundjet infektive kronike të zorëve të trashë, siç është sëmundja e kronit dhe sëmundja e kolitit ulceroz, të cilat po ashtu mund të alternojnë në karcinom. Për këtë arsye, këta pacienta do të thotë që në screening vërtetohen që kanë polype, që kanë sindrome trashëgura, kanë anamnezë familjare, se kanë më herët, kanë faktorët e rrezikut me obezitet, mungesë stili të jetës, kështu, apo kanë edhe sëmundje kronike, ta duhet të mohon pak më tepër në lup në kuptimin e kontrollave dhe screeningut. Kur jemi tek gjinit, a luan rol gjinia të sëmundjes? Se ka një shpeshtësi më të madhe tek meshkujt se sa tek femrat, përndryshe të dy gjinit, përka shpeshtësia është kanceri i tretë më i shpeshtë. Mirë po tek meshkujt, tash i femra është më i shpeshtë. Doktor, sa është të vështirë bëhet diagnostifikimi i kësaj sëmundje? Sot për sot, diagnostifikimi është shumë i lehtë. Për shkakun që kemi në dispozicion të gjitha mundësi diagnostike dhe aparatura. Zakonisht, çdo pacient i cili me simptomat, me ankesat e tij na jep një dyshim në këtë drejtim, duhet të mos vonohet edhe të rekomandohet hapi i parë që është endoskopia. Do të thotë kolonoskopia e ngjizimit me kamerë zorës së trashë. Çdo gjatë tjetër, çdo ekzamen tjetër është do të thotë sjellje rreth problemit, por ndryshe nuk do të vënohet, do të bëhet kolonoskopia, që është edhe hapi i parë i diagnostikës. Pastaj ato nëse e gjejnë një tumor, merren mostrat të indit, të cilat dërgohen në histopatologji dhe vërtetohet edhe ka ona histopatologjike diagnoza. Kanceri, lloji kancerit e kështu me radhë. Me këtë vërtetojmë se kemi një kancer në zor. Mirë po ende nuk e dimë sa e kancer është përhap. A është vetëm në zor, sa është përhap në murin e zorës, metastazat, a ka përfshirë nyjet lokale, limfatike, gjëndrat limfatike lokale, apo ka përfshirë organet në distancë, që janë metastazat, siç janë mëlçia apo mushkëri. Pastaj më shkojë edhe deri te kocka. Për këtë arsye, në momentin që në kolonoskopi kemi një diagnozë, atëherë duhet të bëhet staging në gjuhën angleze, duke despitimin në gjuhën shqipe, i cili nuk kupton zgjerimin diagnostikës edhe përcaktimin e saktë deri në një mos të stadiumit të tumorit. Do të thotë, me staging, me despitim, në kuptojmë pastaj imazherin, që është tomografia kompjuterizuar, e barkut edhe gjoksit, në të cilën shohim a ka distancë, a ka metastaza në distancë, qoftë në mëlçi, qoftë në mushkëri, por mund të në një mos të vlerësojmë edhe nyjet limfatike regionale. Përpos kësaj, tek tumoret e thella në pjesën e rektumit në 12 cm e fundit të zorës së trashë, duhet patjetër që të plotësohet përpos CT-s edhe një rezonancë magnetike e pjesës së komblikut të legenit, në mënyrë që të përcaktohet saktë se ky tumor në rektum si ka raportet me organet fëmijë, këtë rast organet urinare dhe organet gjenitale tek femra. Mbi bazën e kësaj, do të thotë, vërtetohet sa është tumori lokal dhe në distancë e përparuar. Edhe me këtë jepet stadiumi i tumorit që ka rëndësi shumë në çështjen e trajtimit pastaj. Po kur jemi te trajtimi, si bëhet trajtimi persona me tumor në zorën e trashë? Kur flasim për trajtimin, na duhet me thonë në fillim që mundësia e vetme për me shëru për momentin një pacient nga karcinoma është operacion. Nëse dojmë me arrit një kurim ose një shërim. Mirë po,
terapia është shumë komplekse dhe është interdisciplinare, që nuk kupton. Nuk jep të drejtën një individi, qoftë një kirurgu, qoftë një onkologu, qoftë një mjeku të ndonjë lëmie tjetër të përcaktojë dhe të vendosë si do ta trajtojë një pacient. Do të thotë punë ekipore, apo jo? Është punë ekipore mbi bazën e diagnostikës që përmenda më herët, mbi bazën e stegjit ku shumë qartë edhe qartë përcaktohet stadiumi i tumorit dhe pastaj në konsens në konferencën e tumorëve që në gjuhën ndërkombëtare quhet tumor board, në bazë të asaj vendoset si duhet të trajtohet pacienti. Pasi që karcinoma kërkon një terapi multimodale, nuk kupton operacion, kemoterapi, kombinim i kemioterapisë, rezatim, gjitha këto duhet të kombinohen në faza caktuara të trajtimit, në mënyrë që në fund ta kemi mundësinë më të madhe të shërimit të pacientit. Prandaj, çka kam pa në Kosovë do të thotë mungon kjo komponenta e interdisciplinaritetit dhe faktikisht për shkakun e mungesës së sistemit mjekët nga njerë obliguar që në mënyrë individuale të vendosin si do të shkohet me një pacient. Për me thjeshtësu, domethënë pacient, tumoret e thjeshta, tumoret që zihen në fazën fillestare, që nuk i kanë prek organet fëqinje, që nuk kanë dhënë metastaza të larta, përgjithsisht rekomandon me u operu fillimisht. Tani, këto operacione dallon varësisht për lokalizimin. Në cilën pjesë zorës dallon edhe operacione. Tek tumorët që në të avancuara, që i kanë prek organet fëqinje, ta zonë të pjesa përfundale e këtumit. Ato është një hapësirë e ngushtë dhe nëse tumori ka prek organet fëqinje, atëherë rekomandohet të bëhet trajtimi neoadjuvant i themini, ku pacienti fillimisht merr kemioterapi, merr rezatim dhe në fazën e dytë operohet. Qëllimi i kësaj terapie është me të kurrë tumorin, me zvoglu. Në këtë terapi zvoglu tumori dhe një abandonshme në operacion me hyrje dhe djeg tumorin në tërësi. Por nëse operojmë primarisht këto tumore të avancuara, atëherë nuk arrim të heqim në tërësi dhe mund vetëm ta dëmtojmë pacientin. Për këtë arsye, do të tumoret të avancuara trajtohen njëherë me kemioterapi, pastaj operacion. Por ndryshe ka metastaza. Tumoret ende janë më të avancuara, do të thotë përpos lokal ka ndryshime edhe në mëlçi edhe në mushkim. Edhe në këto raste, nëse ka bashkëpunim të mirë, edhe nëse ka do të thotë terapi me afate të caktuara kohore duke mos i shtyrë, duke mos i prolonguar, në shumicën e rasteve arrin që pacienti të trajtohet edhe tumori primar, edhe metastazat në mëlçi. Edhe arrihet do të thotë një sukses i shërimit. Do të thotë para disa viteve ka qenë do të thotë ajo situata ku pacienti me metastazë në mëlçi është parë i mbaruar, do të thotë është parë si avancim i tumorit edhe është heq dorë në kuptimin e shërimit të pacientit. Ka mbi 10 vite që kjo ka ndryshuar, do të thotë edhe çështja është tjetër, për shkak qoftë avancimit të kemioterapisë, qoftë avancimit të kirurgjisë. Doktor, dhe çfarë është shkalla mbijetesës së personave me tumor në zorrën e trashës? Edhe kjo varet do të thotë se në cilën fazë e stadi. Stadiumi 2 i tumorit, që tumori është ende lokalizuar në zorë, ende nuk i ka prek do të thotë yjet limfatike. Por mbi do të thotë 80% e pacientave kalojnë mbi 5 vite mas trajtimit, mas operimit, sepse zakonisht në mjekësinë e tumoreve në shkencën na i basin e 5 vite, do të thotë sa përqind e pacientave kalojnë 5 vjeçare. Do të thotë mbi 80% e pacientave në një stadium 2 e kalojnë 5 vjet. E kur të kalojnë 5 vjet, ka gjasa kalojnë edhe 10 edhe 20. Në qoftë se stadiumi i tumorit është më i përparuar, stadiumi 3 ku janë përfshirë do të thotë edhe yjet limfatike, e zvogëlon këtë përfshirje në 60%. E në qoftë se të prekin edhe metastazat në mëlçi, edhe pse i operojmë edhe tumorin e metastazat, do të thotë diku rreth gjysma e pacientëve në qoftë se trajtohen si do të kalojnë 5 vjeçar, gjysma. Do të thotë pavarësisht se në nivelin e zoom tumorin, atëherë është edhe prognoza edhe mbijetesë. Kështu që prapë po kthehemi te ajo fillestania, ankesa, alarmi me një me bani kolonoskopi, me mundësi me gjithë në fazën sa më të hershme që mu shëru për ti. Do të thotë drejtimi me kohë tek mjekët specialistë që trajtojnë këtë. Është qenë. Doktor, kemi hyrë minutat e fundit të emisionit dhe zakonisht për fund flasim për preventiva. A ka mundësi që të prevenohen smundjet e tilla? Ka mundësi,
Na e cekëm do të thotë që në kuadër të shkaktarëve është edhe stili i jetës, ku e përmenda të ushqimi me pak fibra, me shumë mish, me mungesë të aktivitetit fizik. Jo vetëm për tumorin e zorës trashë, por çdo smundje. Po. Për këtë arsye kjo rekomandohet patjetër. Do të thotë secili individ pa pas nevojë me pas sistem, pa pas është do të thotë iniciativë individuale se secili mund ta marrë dhe ta aplikojë. Por ndryshe në kuadër të asaj që ne mund të organizojmë duhet të bëhet një lloj screeningu ose të vëdësohen me kampanja të ndryshme popullata e thjeshtë që këto shenja mund të ju japin sinjale për këtë problem, për këtë kancer në zorës së trashë dhe në rast se i keni të orientuar sa më shpejt për një ekzaminim endoskopik. Zakonisht në muajin e mars është edhe muaj i karcinomës kolorektale, edhe në botë ka kampanja të ndryshme, qoftë në rrjetet sociale, qoftë ku me pika të shkurta popullata informohet për shejat fillestare dhe për hapat që do të ndërmarrin. Prandaj, do të thotë, ndoshta si shoqëri mundemi më shumë me bë, qoftë në muajin e mars, qoftë mediat, qoftë rrjetet sociale pak më tepër me informu e individualisht secili për vete ta ndryshojë pak stilin e jetës. Doktor, ju gjatë emisionit disa herë përmendet Gjermaninë. Ti njoftojmë dëgjuesit se ju jeni kthyer punoni si mjek në Kosovë nga Gjermania, ku edhe më tutje jeni pak a shumë i lidhur me Gjermaninë. Po, do të thotë, ndërtimi jam si kirurg, unë kam ndodhur në Gjermani, gjithë shkollimin specialistik edhe shkollimin në kirurgjinë e tumoreve e kam bërë në Gjermani. Që nga viti 2012, do të thotë mbi 13 vite jam atje, edhe ta shkohën e fundit kam filluar dhe jam aktiv edhe në Kosovë, ku edhe këtu kam pas do të thotë përvoja të mira, kena arrit të realizojmë operacionet në nivelit të Gjermanisë edhe në Kosovë dhe jemi shumë të kënaqur për mënyrën e funksionimit edhe në Kosovë. Po, për momentin jeni angazhuar në spitalin Oliv. Diku tjetër? Në Kosovë jam vetëm në spitalin Oliv, unë jam edhe udhëtari i asaj që angazhimi do të ndodh vetëm në një institucion edhe të identifikohesh edhe ta kesh një adresë ku njerëzit do të thotë me këto probleme e kanë një adresë edhe mund të zgjidhin problemet në një spital. Edhe prej kthimit tim kam tentuar edhe kam arritur që të krijoj një ekip interdisciplinare, e përmenda në fillim. Po. Tumoret janë interdisciplinare, edhe shumica e pacientave që vijnë këtu duke filluar prej radiologut, me gastroenterolog, kirurg e edhe onkolog, do të thotë marrin gjitha shërbimet në kuptimin e qasjes interdisciplinare. Nuk kena arritur do të thotë në nivelin e Gjermanisë, mirë po ajo që kemi bërë është bukur e mirë dhe pacientat zakonisht po ndohen të kënaqen për kuptimin që nuk po kanë nevojë me shkuplim një cepi, një cep apo diku tjetër për një mendim të një kolegu tjetër. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme edhe për këtë arsye më mban në Olive. Doktor, mesazhi juaj për dëgjuesit tanë? Mesazhi jam është të thotë ata që kanë shenja nuk është mirë me prit, është mirë me orientu tek mjeku i praksis përgjithshme apo tek specialisti për me realizuar një ekzaminim endoskopik me siguru që nuk kanë një tumor, por nëse kanë një tumor gjithë në fazën fillestare me qasje qoftë me kemioterapi, qoftë me operacion, e sidomos me metodat e reja që janë metodat laparoskopike që ne aplikojmë këtu, kalon shumë mirë dhe e jap shansen vetit më shërupi ati problemi. Por ndryshe me prit, më avancu tumori atëherë bën më të vështirë edhe punën e kirurgut edhe të onkologut edhe e ul mundësinë e shërimit. Kështu që mos hezitoni edhe operacionet që nuk e ceka do të kryen me metoda më moderne, në Olive i kryejmë gjitha me metoda laparoskopike që pacientat shumë shpejt rehabilitohen në ditën e 4-5 për operacione më të mëdha shkojnë në shtëpi në kam drejtë. Doktor, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe ju dëshiroj sukses në punën tuaj. Faleminderit shumë. Jeni të mirëseardhur. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm, faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në valët e programit tonë.